Horoskopi e hënë datë 2 qershor 2025. Parashikimi, ngjyra me fat dhe koha me fat për secilën shenjën. Dashi, sot ke një dëshirë të fortë për të ndjekur interesat e tua personale, por mund të ndihesh i tërhequr në shumë drejtime. Detyrat e përditshme, puna apo edhe kujdesi për të tjerët mund të kërkojnë vëmendjen tënde, duke të larguar për pak nga rruga jote e zakonshme. Hëna në shtëpinë tënde të gjashtë sjell nevojën për përmirësim personal. Ke potencial të madh për sukses nëse arrin të përqendrohesh, por nëse shpërqendrohesh nga bezdi të vogla apo ndihesh i mbingarkuar, mund të ndjesh lodhje emocionale. Megjithatë, kjo ditë nuk është për të parë si pengesë, por si mundësi për të bërë ndryshime të rëndësishme. Mund të lindë një nevojë e papritur për të marrë me çështje pune apo shëndeti, duke ndërprer planet që ke për mësim apo eksplorim. Në vend që të frustrohesh, shih këtë si një mundësi për të ndjekur diçka ndryshe dhe freskuese. Në familje, një situatë mund të zgjidhet fal natyrës tënde të sinqertë dhe të pastër si fëmijë. Sa i përket dashurisë, sot është një ditë ku ëndrat dhe realiteti mund të shkrihen bashkë. Nëse ke një partner në krah, ngrohtësia e tij do të bëjë të ndihesh mbret. Mund të jetë dita e duhur për të menduar seriozisht për një hap të madh në marrëdhënien tuaj. Si propozimi për martesë, ngjyra me fat, portokalli, koha me fat, 12, 30, 14, 00, këshilla. Fokuso energjinë në projekte që të japin siguri afatgjallë. Shmang nxitimin dhe mendohu 2 herë para se të veprosh. Ndërtimi i qëndrueshmërisë sot ka më shumë vlerë se sa sukseset e menjëhershme. Demi, 2 qershor 2025, sot është një ditë ku energjia jote natyrale për stabilitet dhe rehati do të përzihet me një dëshirë të papritur për të dalë nga rutina dhe për të shprehur më shumë. Dielli ndodhet në shtëpinë tënde të dytë diellore, duke theksuar nevojën për siguri dhe thjeshtësi, një kohë ku e ndjen veten më të qetë brenda zonës tënde të rehatisë. Por hëna të shtyn drejt lidhjeve emocionale dhe shprehjes së vetes. Kjo mund të sjellë një dilemë të vogël. Zemra kërkon të flasë të ndaj, por trupi të thotë qëndro i qetë. Zgjidhja: gjej një ekuilibër të bukur. Merre kohën të shprehësh ndjenjat e tua sinqerisht. Por mos e ngarko veten me shumë gjëra. Fëmijët, nëse i ke pranë, do të sjellin gëzim dhe ngrohtësi. Një darkë e thjeshtë me ta do të jetë ideale për të përfunduar ditën. Megjithatë, bëj kujdes me sendet personale. Një humbje e vogël mund të ndikojë për pak kohë në humorin tënd. Për fat të mirë, buzëqeshja dhe mbështetja e familjes do ta rikthejnë shpejt pozitivitetin. Në dashuri, një telefonat e zgjatur dhe plot humor me partnerin do të japë energji. Nëse je beqar, mund të marrësh parasysh disa ndryshime në pamjen tënde. Pak vetë përmirësim mund të bëjë të ndihesh më tërheqës dhe më i sigurt. Intimiteti me partnerin është i theksuar. Por mos haro të kujdesesh për shëndetin. Ngjyra me fat, e bardha, koha me fat, 16, 00, 17, 00, këshilla e ditës. Sot është dita për të mbrojtur kufijtë e tu, por pa u mbyllur ndaj të tjerëve. Bëj një përpjekje për të hapur emocionalisht me ata që të duan. Binjakët, 2 qershor 2025, sot do të ndjesh një tërheqje të fortë drejt qetësisë, ngrohtësisë familjare dhe pushimit mendor. Hëna ndodhet në sektorin tënd të shtëpisë dhe familjes, duke theksuar nevojën për relaksim dhe rikthim tek vetja. Megjithatë, kjo dëshirë për qetësi mund të përplaset me energjinë aktive që të jep dielli në shenjën tënde, një periudhë ku je më i angazhuar, më i kërkuar dhe me dëshirë për eksplorim. Mos neglizho asnjërin prej këtyre nevojave. Përpiqu të gjesh ekuilibrin mes veprimit dhe pushimit. Sot, çdo dëshirë impulsive apo luhatje e papritur mund të mos pasqyrojë nevojat e tua të vërteta. Merr frymë thellë dhe vështro përtej momentit. Lajmi i mirë është se një aspekt pozitiv mes diellit dhe Saturnit të jep stabilitet mendor dhe aftësi për të bërë plane të dobishme për të ardhmen. Do ndjesh që jeta po rikthehet ngadalë në rrjedhën e duhur dhe kjo do të sjellë paqe të brendshme. Në planin fizik, ky është një moment i shkëlqyer për të nisur aktivitete që ndihmojnë trupin, si stërvitje apo programe për humbje peshe. Financiarisht, vepro me kujdes, shmang vendimet e nxituara. Personaliteti dhe karizma jote do të sjellin miq të rinj dhe ndjenja të bukura. Në dashuri, do e ndjesh shpirtin binjak të dashurisë gjithmonë pranë teje. Nëse je në një lidhje, partneri ja do të bëjë të ndihesh i vlerësuar si rrallë herë më parë. Frymëzimi dhe kreativiteti yt do të sjellin rezultate të papritura dhe pozitive. Ngjyra me fat, e kuqja, koha me fat, 14, 00, 15, 00, këshilla.
Je I kujdesshëm me fjalët dhe zgjedhjet që bëjnë dallimin mes ndërtimit të besimit dhe keqkuptimeve. Reflekto para se të reagosh. Gaforja, 2 qershor 2025, sot, jeta duket sikur po të tërheq në shumë drejtime njëherësh. Me hënën që ndodhet në shtëpinë tënde të tretë, do ndjesh një dëshirë për të komunikuar, për të mësuar gjëra të reja dhe për të angazhuar me botën përreth. Ndoshta do jesh më shumë në lëvizje, duke përballuar detyra të vogla, por të shumta. Kjo energji mund të përplaset me nevojën që ke pasur kohët e fundit për tërheqje, qetësi dhe pak vetmi. Megjithatë, ndonjëherë aratisja më e mirë vjen përmes një bisede të këndshme, një shëtitje ose një udhëtimi të shkurtër që ta pastron mendjen, sado që mendja jote mund të sillet rreth e rrotull sot. Është gjithsesi një ditë e mirë për të bërë hapa të vegjël, por me ndikim të madh në forcimin e jetës tënde, veçanërisht pas skenës. Mund të arrish të përfundosh ndonjë projekt që e ke lënë pezull, dhe kjo do të ndihmojë të rikuperosh energjinë mendore dhe shpirtërore. Kujdes në timon, lëvizje të shpejta dhe shpërqendrimi mund të sjellin probleme financiarisht. Është një ditë e mirë për të menduar për investime të mençura, veçanërisht në pasuri të paluajtshme. Familja do ketë një rol të rëndësishëm sot, ndoshta një bisedë me një të afërm, ose një moment I veçantë që do të rikujtojë rëndësinë e lidhjeve të ngrohta. Në dashuri, do ndjesh një prioritet të ri për marrëdhënien tënde. Nëse je në një lidhje, do ndjesh një dashuri të rilindur për partnerin e një dalje me miq, ndoshta për të parë një film apo për të ndarë një darkë të këndshme, mund të jetë pikërisht ajo që të duhet për të rikthyer buzëqeshjen. Ngjyra me fat. Portokalli, koha me fat. 10, 45, 13, 00, këshilla. Kujdesu për energjinë tënde, shmang mbi ngarkesën emocionale. Dëgjoj trupin dhe shpirtin tënd dhe mos ki frikë të thuash jo kur është e nevojshme. Luani, 2 qershor 2025, hëna sot ndodhet në shtëpinë tënde të dytë diellore dhe të nxit të kërkosh siguri dhe rehati. Do ndjesh një nevojë të fortë për të qëndruar pranë gjërave të njohura dhe të sigurta, ndoshta rreth familjes, në ambiente të qeta apo duke u kujdesur për pasurinë tënde personale. Është një kohë që ndihmon për të gëzuar dhe për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm. Nga ana tjetër, dielli po të shtyn të zgjerosh horizontet përmes bashkëpunimeve, eksperimenteve dhe kontakteve të reja. Kjo përplasje energjish mund të bëjë të ndihesh I ndarë mes dëshirës për të tërhequr dhe shtytjes për të hapur ndaj botës. Mund të ndjesh lodhje, shpërqendrim ose një ndjesi të lehtë ankthi. Mos e ngarko veten më shumë se ç'duhet, merre me qetësi. Sot është një ditë e vlefshme për të reflektuar mbi nevojat e tua reale. Sa më shumë të kuptosh veten, aq më shumë do e ndërtosh jetën që të përmbush. Këshill financiare. Mund të hasësh tensione apo mendime të ndryshme, por fokusi në investime afatgjata mund të sjellë përfitime të mëdha në familje. Mos lejo që debatet të largojnë nga qetësia. Mësimet më të mëdha shpesh vijnë nga situatat më sfiduese. Sot është ditë surprizash të këndshme, ndoshta do marrësh një dhuratë nga dikush që të do. Aktivitetet sociale dhe shpirtërore do të sjellin gëzim dhe lehtësi. Në dashuri, bashkëshortia ose partneria do të dhurojë një ditë të mbushur me ngrohtësi dhe pozitivitet. Thjeshtësia dhe mirësia jote do e bëjnë marrëdhënien të lulëzojë. Ngjyra me fat, blu, koha me fat, 09, 00, 11, 00, këshilla. Kërko balancën mes dëshirës për njohje dhe nevojës për të ndërtuar marrëdhënie më të thella. Sot mos bëj gjithçka për të tërhequr vëmendjen, bëje për veten. Birgjëresha, sot hëna ndodhet në shenjën tënde, gjë që të sjell më shumë ndjeshmëri emocionale dhe një dëshirë për të shprehur dhe për të lidhur më thellë me atë që ndjen. Është një moment ku dalja nga guaska jote e zakonshme mund të sjellë më shumë ngjyra në përditshmëri dhe kënaqësi në ndjesitë e vogla të jetës. Megjithatë, dielli ndodhet në sektorin tënd të karrierës dhe qëllimeve, duke të shtyrë drejt ambicies dhe përparimit profesional. Ky kontrast mund të sjellë një përplasje të brendshme mes dëshirës për përkujdesje ndaj vetes dhe nevojës për të përmbushur detyrime apo për të ndjekur qëllime madhore. Nëse ndihesh I shqetësuar apo I shpërqendruar, kanali I duhur për këtë energji është krijimtaria. Gjej mënyra të shprehesh veten përmes punëve që të japin ndjenjen e progresit. Sot është një ditë ku mund të hedhësh hapa konkret që të ndihmojnë të forcosh pozicionin tënd dhe të ndërtosh themele të qëndrueshme për të ardhmen. Ki kujdes me transaksione apo nënshkrime të dokumenteve. Sot është një ditë ku mund të ketë humbje nëse nuk je I kujdesshëm. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë, por bëj sqarime të qarta për statusin dhe qëllimet. Veprat e tua të ndihmës mund të sjellin vëmendje pozitive dhe vlerësim.
Ndihma që jep sot mund të rikthehet në forma të bukura. Kujdesu për shëndetin e bashkëshortit S ose partnerit S. Një mbrëmje e këndshme në kinema luksoze do të ishte një mënyrë perfekte për të relaksuar, trego dashuri dhe respekt ndaj vëllezërve të mëdhenj. Kjo do të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes financiare dhe qetësisë shpirtërore. Ngjyra me fat: roz, koha me fat: 18, 15, 19, 30 këshilla. Rendi dhe organizimi i jetës së përditshme do të sjellë qetësi mendore. Kujdes, detajet sot janë ato që bëjnë diferencën. Peshorja, 2 qershor 2025, sot hëna nxit nevojën për të qëndruar pak më larg zhurmës dhe angazhimeve të përditshme. Ka një dëshirë të fortë për të qetësuar, reflektuar dhe për të rigjeneruar shpirtin. Mund të ndjesh një tendencë për të qëndruar vetëm ose për të fokusuar në botën tënde të brendshme, dhe kjo është më se e kuptueshme. Megjithatë, dielli po të shtyn drejt eksplorimit, zgjerimit të mendjes dhe përvojave të reja. Kjo krijon një konflikt të brendshëm: a të tërhiqesh dhe të pushosh, apo të dalësh dhe të provosh diçka të re. Zgjidhja qëndron në ekuilibrin, ndero nevojën për pushim, por mos i refuzo mundësitë që të ndihmojnë të zhvillohesh. Aspekti pozitiv mes diellit dhe Saturnit të ndihmon të kuptosh që ngadalësia dhe maturia sjellin suksesin e qëndrueshëm. Çdo hap i vogël që merr sot për të përmirësuar jetën tënde do të ketë ndikim të madh në të ardhmen. Kultivo një natyrë të harmonishme për të shuar urrejtjen. Ajo është më helmuese për trupin dhe mendjen se sa çdo tjetër ndjenjë negative. Zgjidhja e vërtetë është gjithmonë dashuria dhe mirëkuptimi. Sot është një ditë e mirë për tregtarët dhe biznesmenët. Fitimet mund të jenë të kënaqshme dhe të sjellin gëzim. Dëgjo shqetësimet e fëmijëve dhe ofro mbështetje. Ata kanë nevojë për ty në dashuri. Shijon një ditë të ëmbël dhe të veçantë. Partneri do të bëjë të ndihesh i vetmi njeri në botë. Koha për veten, pavarësisht angazhimeve, në mbrëmje do të gjesh kohë për të bërë diçka që të sjellë gëzim, qoftë kujdesi personal apo një aktivitet i vogël që të përmbush. Shpenzo pak kohë për të përmirësuar paraqitjen tënde. Një pamje e kuruar rrit vetbesimin dhe hap rrugë të reja në marrëdhënie dhe jetë. Ngjyra me fat: roz, koha me fat: 17, 00, 19, 00 këshilla. Jepi vetes leje për të qëndruar vetëm dhe për të reflektuar. Qetësia e brendshme është çelësi për të kuptuar rrugën përpara. Akrepi, 2 qershor 2025, sot hëna qëndron në sektorin tënd social, duke të nxitur të përqendrohesh tek miqtë dhe aktivitetet që të sjellin gëzim dhe kënaqësi. Megjithatë, një aspekt sfidues mes diellit dhe hënës krijon një tension midis dëshirës për liri dhe shprehje personale dhe nevojës për intimitet dhe thellim në marrëdhënie. Është një ditë për të gjetur një ekuilibër mes këtyre dy tendencave. Mund t'i trajtosh veçmas ose të gjesh një kompromis që të përmbush të dyja. Kjo energji kontradiktore mund të shërbejë si nxitje për të përmirësuar veten dhe situatat në jetën tënde. Sot ke një forcë dhe vetbesim të lartë. Çka të lejon të marrësh iniciativa të mençura, veçanërisht në fushën e spekulimeve financiare ose investimeve. Lajmi i papritur nga një i afërm i largët do të ngrejë humorin, ndërsa dashuria do të mbizotërojë zemrën tënde. Nëse merr pjesë në seminare ose ekspozita, do të përfitosh njohuri të reja dhe kontakte të vlefshme për të ardhmen. Venusi dhe Marsi bashkohen harmonikisht sot, duke përmirësuar marrëdhëniet me personin e zemrës. Në një udhëtim mund të njohësh dikë që tërheq vëmendjen tënde në mënyrë të veçantë. Ngjyra me fat: e bardhë, koha me fat: 17, 00, 19, 00 këshilla. Jepi përparësi miqësive të vërteta dhe shoqërive që të mbështesin. Rri larg sipërfaqësisë dhe kërko thellësi në biseda dhe ndjenja. Shigjetari, 2 qershor 2025, sot hëna ndodhet në sektorin tënd të përgjegjësive dhe qëllimeve afatgjata, duke të kujtuar detyrimet dhe përgjegjësitë që ke. Edhe pse jeta sociale është aktive, këto përgjegjësi mund të krijojnë një tension fillestar. Pasi ka përcejet ky moment, do të jesh shumë produktiv. Kujdes që të mos shpërndash energjitë pa plan, sepse mund të ndihesh i stresuar dhe i pasigurt. Sot është dita për të gjetur një mesatare, as shumë presion, as shumë lehtësi. Aspekti krijues midis diellit dhe Saturnit të inkurajon të bësh hapa të matur dhe të qëndrueshëm, të cilët do të sjellin sukses afatgjat. Nëse po i më këmbesh nga ndonjë sëmundje, sot do të ndihesh më mirë dhe mund të marrësh pjesë edhe në aktivitete sportive. Nëse menaxhon një biznes me familjar, tregohu i kujdesshëm me financat për të shmangur humbje. Gjatë ditës do të kalosh momente të bukura me familjen, duke harruar për pak shqetësimet.
Kujdes mos biesh në dashuri shumë shpejt. Do kesh shumë kohë për të kaluar me partnerin, i cili do të ndjehet i dashur dhe i përkëdhelur nga kujdesi yt. Shmangni grindjet e panevojshme, sidomos në marrëdhënien intime. Nëse ka ndonjë konflikt, flisni hapur me familjarët për të gjetur zgjidhje. Ngjyra me fat, pastel, koha me fat, 11-00-12-00 këshilla. Mos u ndiko nga zhurmat e jashtme, vendos prioritetet e tua dhe ndiq qëllimet me qetësi. Energjia jote do të shpërblehet kur je i përqendruar. Britsjapi, sot hëna të nxiti të eksplorosh dhe të zbuloj diçka të re, por dielli kërkon që të përqendrohesh në prodhim dhe rezultate konkrete. Mendja jote po kërkon frymëzim dhe një freskim mendor gjatë kësaj periudhe të muajit hënor. Në fakt, sot do të vëresh më shumë mundësi dhe opsione, që ndonjëherë mund të shpërqendrojnë nga detyrat e punës. Ndoshta një ndryshim ritmi apo një mjedis i ri do të ndihmojë të rifillosh më i freskuar, ndërsa ndihesh i ndarë midis punës dhe argëtimit, ky është një moment i mirë për të ideuar dhe planifikuar mundësi të reja. Aspekti i diellit me Saturnin sot të ndihmon të përqendrohesh në zhvillimin vetjak dhe në vendosjen e themeleve të suksesit të ardhshëm. Mendja mund të jetë e trazuar nga ngjarjet e fundit, prandaj meditim dhe yoga do të sjellin qetësi shpirtërore dhe fizike. Kontrollo shpenzimet dhe shmang shpenzimet e tepërta sot. Ka mundësi të bësh një vizitë në një vend fetar ose tek një i afërm. Në dashuri, situatat mund të jenë të ndërlikuara sot, prandaj shmangmarrjen e përfundimeve të nxituara dhe veprimeve të panevojshme. Tregohu i kujdesshëm me partnerin për të shmangur ndonjë lëndim aksidental, sidomos në marrëdhënien intime. Një darkë me qirinj me dikë të veçantë mund të të ndihmojë të largosh lodhjen e grumbulluar gjatë javës. Ngjyra me fat, kafe, koha me fat, 6 deri në 9 e mëngjesit. Këshilla, jepi vetes pak frymëzim duke dalë nga rutina. Një ide e re ose një udhëtim i vogël mund të rikthejë motivimin dhe përqendrimin. Ujori, sot, me hënën në çerekun e parë, mund të ndjesh pak shqetësim apo ndryshime të humorit, por nga kjo sfidë vjen një ndjenjë e re qëllimi. Përmes pakënaqësive, fiton një kuptim më të thellë të nevojave dhe dëshirave të tua. Mos i injoro nevojat e thella që dalin në pa, pasi hëna lëviz sot në sektorin e intimitetit tënd, duke të nxitur të kërkosh më shumë thellësi dhe angazhim në atë që po bën. Mund të kalosh periudha të intensitetit të lartë dhe pastaj të marrësh hapa prapa kur ndjen nevojën për ikje. Je në një cikël të fuqishëm për të zgjeruar kreativitetin, me diellin që kalon në shtëpinë tënde të pesë, kështu që lejo mendjen të fluturojë dhe të lidhet me frymëzimin tënd. Aspekti diell Saturn sot të ndihmon të përdorësh arsyen dhe masën, një ritëm i moderuar do të sjellë mrekulli. Mund të ndjesh vështirësi në kontrollimin e emocioneve dhe sjellja jote e pazakon mund të ngatërojë të tjerët, duke të lënë të frustruar. Kërko këshilla nga më të moshuarit në familje për menaxhimin financiar dhe kursimet, dhe apliko urtësinë e tyre në jetën tënde të përditshme. Kujdesu për nevojat e fëmijëve dhe përmirëso pamjen e shtëpisë tënde. Një shtëpi pa fëmijë, edhe nëse është e rregullt, i mungon gëzimi dhe bollku që ata sjellin. Qëndro i vëmendshëm ndaj asaj që ndodh rreth teje. Sot mund të ketë tensione dhe mosmarrëveshje me bashkëpunëtorët e afërt, por do gjesh ngushëllim në krahët e partnerit të jetës. Kaloni kohë cilësore me nënën, që mund të ndajë me ty kujtime të çmuara nga fëmijëria. Ngjyra me fat, vjollc, koha me fat, 16-00-17-00 këshilla. Mos e nënvlerëso vlerën e intimitetit emocional. Lidhjet e thella shpirtërore janë më të rëndësishme se shfaqja e jashtme. Peshqit, 2 qershor 2025, sot, sfida midis hënës dhe diellit të vendos në një pozicion tërheqjeje midis nevojave të ndryshme. Peshq. Nevoja jote për qetësi dhe të njohur tërhiqet nga dëshira në rritje për shoqëri dhe bashkëpunim. Dielli në sektorin e familjes dhe shtëpisë të tërheq për brenda, ndërsa hëna në sektorin e partneritetit të bën të dalësh jashtë. Një ekuilibër mund të arrihet duke bashkëpunuar ose duke shkëmbyer ide me dikë të afërt. Sot është një ditë e mirë për të përmirësuar jetën në familje, shtëpi ose punë, duke marrë më shumë krenari në funksionimin e tyre. Nëse ke ndjerë pakënaqësi kohët e fundit, veprimet dhe mendimet e duhura sot do të sjellin lehtësim. Rendi dhe organizimi i jetës së përditshme do të sjellë qetësi mendore. Kujdes, detajet sot janë ato që bëjnë diferencën. Biznesmenët e mirëfillt të kësaj shenje duhet të investojnë me mendje dhe të shmangin ndarjen e informacioneve personale. Dashuria do të mbizotërojë zemrën tënde.
Fillimi i ditës mund të jetë i lodhshëm, por gjithçka përmirësohet gjatë ditës. Në fund të ditës, do gjesh kohë për veten dhe mund të takosh dikë të veçantë. Nëse ndihesh i mallkuar, ne thonjza, prej kohësh, sot do ndjesh një bekim. Dita është perfekte për të planifikuar të ardhmen, por mbaje planet praktike dhe shmang ëndrat pa bazë. Ngjyra me fat, e kuqe. Koha me fat, 9-11 paradite, këshilla. Reflekton mbi të kaluarën dhe merr mësime për të ndërtuar të ardhmen. Bëje pa u mbyllur, ndaje mendimet me ata që të kuptojnë.